A e dini që një nga qytetrimet më të forta në histori nuk u rrëzua nga lufta, por nga një mashtrim? Kjo është historia e Trojës, qyteti që u shkatrua nga brenda. Troja nuk është vetëm një mit, ajo ka ekzistuar realisht, ndodhej në zonën e sotme të Turqisë pranë ngushticës së Dardaneleve, një pikë strategjike që lidhej me lindjen dhe perëndimin. Ky qytet ishte i pasur, i fortë dhe shumë i rëndësishëm për tregti. Muret e tij ishin aq të fuqishme saqë konsideroheshin pothuajse të pathyeshme. Për këtë arsye, për shumë kohë Troja ishte një simbol i forcës dhe i qëndrueshmërisë. Sipas rrethimeve, gjithçka filloi me një konflikt që duket i vogël, por me pasoja të mëdha. Princi i Trojës Parisi rrëmbeu Helenën, gruan e mbretit të Spartës. Kjo ngjarje nuk ishte vetëm një çështje dashurie, ishte një thyerje e madhe për grekët. Dhe kështu filloi ajo që njihet si lufta e Trojës, një luftë që zgjati rreth 10 vite. Grekët sulmonin vazhdimisht, por nuk mund të thyenin Trojën. Muret e saj qëndronin të forta. Pas shumë viteve, pa sukses, grekët ndryshuan strategji. Ata ndërtuan një strukturë gjigante prej druri, pra kalin e Trojës, dhe e lanë jashtë qytetit duke u shtirur sikur po largoheshin. Trojanët menduan se ishte një dhuratë, një shenjë dorëzimi. Pavarësisht paralajmërimeve, ata e futën kalin brenda mureve të qytetit. Por ajo që nuk e dinin ishte se brenda tij fshiheshin ushtarët grek. Natën kur qyteti ra në gjumë, ata dolën, hapën portat dhe lejuan ushtrinë të hynte. Dhe kështu Troja ra, jo nga forca, por nga besimi i gabuar. Për shumë kohë njerëzit mendonin se Troja ishte vetëm një legjendë, por në shekullin e 19 një arkeolog gjerman filloi gërmime dhe zbuloi rrënoja që besohet se janë të Trojës. Dhe kjo dëshmoi se historia ka bazë reale, edhe pse shumë elemente si kali i Trojës mbeten akoma pjesë e mitologjisë. Historia e Trojës nuk është vetëm për luftë, është një mësim, sepse ndonjëherë rreziku më i madh nuk vjen nga jashtë, por nga ajo që ti e lë të hyj brenda. Në jetë, në shoqëri, në politikë, kali i Trojës ekziston akoma. Mund të jetë një person, një ide, një premtim që duket i bukur, por fsheh komplet diçka tjetër. Pra Troja nuk u shkatrua sepse ishte e dobët, por sepse besoi gabim. Qyteti i cili nuk u mposht për 10 vite, por u thye brenda natës. Troja nuk u rrëzua nga jashtë, ajo u dorëzua nga brenda. Të gjithë e njohim historinë e kalit të Trojës, një dhuratë që dukej e pafajshme, por mbante brenda fundin e një qytetrimi. Troja nuk u pushtua me forcë, ajo u mashtrua, u ben e hapi vetë derën. Sepse rreziku më i madh nuk vjen gjithmonë nga armiku që sheh, por nga ai që të bullësesh dhe pret të hyj brenda. Edhe sot kali i Trojës ekziston, por jo me dronje, por me fjalë, jo me ushtar, por me njerëz që hyjnë në jetën tënde si mbështetje dhe të shkatrojnë me dobësi. Por çdo herë që nuk e dallon të vërtetën nga iluzioni, po ndërton vetë fundin tënd. Mos ki frikë nga ata që ke kundër vetë. Kujdes kush ta ruan shpinën, sepse Troja nuk u pushtua nga armiq, por nga besimi i gabuar. U luftua për 10 vite nga jashtë, por nuk u mposht. Mjaftoi një ditë e vetme dhe ajo ra nga brenda.